Kandidati i Partisë Demokratike për qarkun e Shkodrës Ted Kopliku ndal në një nga bizneset e qytetit teksa foli për lehtësirat që programi i Partisë Demokratike ka për sipërmarrësit. Kam jetuar 7 vite në Francë dhe kam ndjek vazhdimisht politiken, ishte po imagjinueshme që një biznesmen mos me prit të majt djathtë kundërshtar politik qeverisë, radikalisht kundër qeverisë, po është absurde dhe normalisht duhet të kenë edhe në Shqipëri që ne me ballafaqu programet. Gjë që këtu është bëhet pa mujtën, është bëhet pa mujtën me zgjell të lirë, është bëhet pa mujtën me mendu të lirë. Ne vlerësoj jashtëzakonisht shumë enën që ne nuk duhet me pranu në mënyrë absolute me myll gojen në emër të bukës gojës. Ne kena një program që flet pikërisht për sipërmarrësin e ri, në rastin e enës kishte qenë shumë më lehtë nëse do të kishte ata mundësi që propozon Partia Demokratike për sipërmarrësin e ri, për taksën zero për vitet e para të aktivitetit, për heqjen e taksës, për me lehtësu nga barra fiskale. Sipërmarrësi Eno Kepi tha se të rinjt si Ted Kopliku me vizionet të qarta duhen mbështetur masivisht. Tedin përveç se ndajmë pak a shumë si jena moshatar, ndajmë edhe dëshirën e mirë për me ecë përpara, për zhvillim. Realisht ma kanë bërë pyetje krejt direkte, a ke frikë? Ne jena si familje, si fare fisë me Partinë Demokratike të Kopliku u kërkoi votën e çdo të riu që Shkodra të përfaqësohet denjësisht në parlament dhe Partia Demokratike të sjellë programin e saj ku në fokus ka familjen, arsimin dhe biznesin.